Mirëmbrëma, miq të RTS Shkodra dhe mirëmbrëma edhe ju miq të Studio D. Kam kënaqësinë sonte të kem drejtuesin politik të këtyre zgjedhjeve në qarkun e Shkodrës, që është zoti Luciano Boçi. Zoti Boçi, kënaqësi që të kam sonte. Edhe për mua shumë kënaqësi. Falenderoj. E di që të shkëpus në një farë mënyre nga punët edhe nga fushata, por në fundit duhet të ketë edhe një moment që edhe përmendim punët që janë edhe njëkohësisht do ta filloja me një pyetje e cila sigurisht mos ma merr për provokacion. Sa shkodran ndjehesh këtë ditë? Çfarë batutash ke mësu ose nuk e di, si a je klimatizuar si po? Jo, jam përshtat plotësisht, madje tani jam në pritje të batutave, ndonjëherë ngacmoj dhe ambientin që të marr ndonjë batutë, sepse i kanë shumë bio, shumë kreative, edhe nxisin atë debatin, nxisin mendimin që të avancojë, të eci përpara. Dhe në fakt është një pjesë, dimension që unë e kam marrë nga Shkodra me shumë dashuri. Normalisht. Atë që është edhe përpiqem të jem dhe vetë, edhe të krijoj në një batut. Nuk ja dalë, aq shumë dhe aq mirë sa shkodranët, por me atë njohurinë time që kam, mundom të bëm pak shkodran, se the sa shkodran ndjehesh, edhe në këtë formën e komunikimit që ndërtojmë, i përafrohem, sepse gjua është mendim, gjua është mentalitet, gjua është nacionalitet, gjua ka një vlerë të jashtëzakonshme, dhe unë gjithmonë kam vlerësuar këtë pjesën e gjuhës gegnishte, duke qenë se edhe nga profesioni im vi nga gjua dhe letërsia, di ta bëj mirë atë dallimin e vlerave dhe të pasurisë, jo vetëm leksikore, sintaksore dhe kuptimore që ka gegnishtja, aq më tepër që unë vi nga një gjuhë që është gegnisht në bazën e saj, elbasanishtja ka gegnisht në bazën e saj. Normal që me vitet tëra dialekti elbasanishtes e ka humbur atë pamjen origjinale që ka pasur dikur, dhe atë që nuk e gjen Elbasanun e gjen Shkodër, dhe domethënë kënaq dhe atë egon time gjuhësore për ta dëgjuar atë shqipen gege në origjinalitetin e saj, në vlerën e saj të plotë dhe në performancën e saj. Ju keni pas mundësi, domethënë normalisht mbuloni të gjithë qarkun, edhe nuk është qark i vogël është. I shtrirë është, i madh është, goxha. Pra, bëjmë fjali vetëm për Shkodrën, Bashkinë e Shkodrës, por Malcis, domethënë Koplikun, Pukën, Valldesin, apo jo? Janë të tilla. Po. Si keni rritur, si e keni mbuluar, mbase është fjalë jo kaq apropriate, kaq saktë, si e qarkulloni, apo nuk i keni ndarë këto pozicione? Tani, unë jam drejtuesi dhe drejtuesi është i kudo gjendur. Sigurisht. Dhe unë jam përpjekur të rrok gjithë territorin e qarkut Shkodër, të jem prezent më së shumti në Shkodër, por edhe në Malsi dhe në Fusharës dhe në Pukë edhe në Vaun e Dejës, sepse është në atë pjesën e detyrës politike, dhe drejtuesi politik është ai që spinon, stimulon politikbërjen, që ndërton edhe strategjitë e caktuara në bazë specifikave që kanë zonat e ndryshme. Shkodra ka një specifik tjetër, ndërtimit fushatës, Vaudejës tjetër, zonat e tjera të tjera, dhe kjo është përgjegjësia imja dhe më takon mua që t'jem omniprezent, kudo i ndodhur, me qëllim që edhe të realizoj pjesën e komunikimit politik, jo vetëm me pjesën e qytetarëve, por spari me strukturën e Partisë Demokratike, që ka qenë baza iniciuese e angazhimit tim, pas me kandidatët që vinë nga zonat ndryshme dhe duke shtrirë edhe në pjesën qytetare në mënyrën se si ne organizojmë fushatën me takime, me komunikime, me publikun, me ndarjen e fletpalosjeve të programit, me takimet ku artikulojmë vlerat tona, qëllimet e programit ton, vlerat e kandidatëve, atashimin qytetar që ka ky program, patjetër që jemi të fokusuar ke ana pozitive e bërjes të fushatës, tek ajo çka ne ofrojmë për qytetarët, dhe duke bërë edhe pjesën tjetër të ndërtimit të një kritike reale konkrete në raport me qeverisjen 12 vjeçare. Madje shpesh në ato përcaktimet tona e themi që shpesh publiku voton kundër.
është drejtimi i publikut. Pra, kur krijohet revolt mbledh, siç është grumbulluar përgjatë këtyre viteve, është shumë e thjeshtë për një forcë opozitare që të kërkojë kundërshtin, të kërkojë reagimin, sepse reagimi me votë është reagimi final i publikut dhe ka qindra arsye për ta bërë një gjë të tillë. Por s'kemi mbetur këtu, nuk mjaftohemi ke kjo retorika jonë është në masën e saj më të madhe pozitiviste dhe përgjegjësia jonë është që të marrim votën e publikut në konfirmim për programin dhe ekipin e Partisë Demokratike. Pra, nuk kemi të ngushtë si modeli që u përdorë në 2013. Qartë, e kuptoj, po. Të bëhet një aleancë që Po mundoni të tregoni dhe diferencën nga njëra. Diferencë shumë e madhe, ne kemi aleancë me qytetarët. Aleancë e mbështetur në parime, vlera, standarde, në atë çka duhet të jetë një politikë. Dua ta them që politika përgjatë këtyre viteve që janë tranzicion politik, nuk është se ka performuar në formën që e ka pritur qytetari, ka pas një distancim dhe unë mendoj që politika e shtrirë në këto vite, madje e ka rritur distancën me qytetarin dhe është bërë antagoniste e qytetarit. Prandaj edhe po të shohësh dhe opinionet ka një kundërshti për politikën. Në radh parë, pas kjo kundërshti kalon dhe në forma konkrete për forca politike që janë qeverisje, që nuk realizojnë premtimet e tyre, madje veprojnë nga e kundërta, por arrin të shohin me dyshim edhe ardhjen e një force tjetër. Këtu luan rol edhe propaganda, spinimi, dhe ne jemi munduar që këtë dyshim ta heqim, të rrisim atë besim që duhet në një zgjedhje. Kjo është sfida, të ndërtosh besimin, nuk është sfida të artikulosh gjërat që do publiku. Çështja është edhe rruga e sjelljes së këtyre alternativave tek publiku që të ndërtohet mekanizmi i lidhjes dhe i komunikimit. Pra, shkurtimi i asaj distance që është vendosur dhe unë besoj që Partia Demokratike e ka gjetur mekanizmin me një program thjesht, konkret, realizueshëm, goditës në pikat kryesore dhe me njerëzit që janë mbarësit dhe përcjellësit e këtij programi tek qytetarët në bazë problematikave që kanë ato, si shtresa, si njerëz të territoreve të ndryshme, se kudo ka specifikat e veta dhe duke pasur dhe bazën kryesore. Për të ndihmuar bisedën akoma mirë në drejtim të qartësimit dhe të veprimit elektoral. Kjo që po thoni ju, ose që elaboroni shumë mirë, dhe për gëzimet e mia, se është pak e vështirë dje sot, politikanë që realisht koncentrojnë mendimin e ta thonë mirë, mase nga ngutja, mase nga që emocionet, dëshira për të thënë shumë gjëra për një herë, janë element këto të cilët sigurisht ndikojnë këtë. Por ama, i gjithë ky diskurs që bëhet deri tash, duke qenë pjesë e gazeterie të vjetër, mund të kuptoja se gati po më thoni që, shiko, jeni transformuar në një parti gati elektorale. Në thënë të drejtë, nuk është se po më vjen shumë keq, përkundër si më vjen mirë. Ideja është që në këtë hap, sidomos në pjesën alternative, ju po kërkoni pushtetin. Kjo që po thoni tash, edhe sidomos në Shkodër, ku normalisht në qytetin e Shkodrës ka një ndryshim politik. Por edhe më qartë, më haptas në qartë po themi, ka vlon, Shkodra është e tillë. Debati politik vlon, po, në çdo tavolinë, në çdo familje. Ju vetë, domethënë, edhe si një person i cili vini, jo vetëm nga kryesia sipër, por edhe nga një moment, them tash qendror ose politik qendror, Tirana, po themi. E shikoni Shkodrën në një farë mënyre në avantazh në këtë drejtim politik, nuk po them se nga anon, po politikisht në drejtimin tuaj, apo ka mbetur punë për të bërë, dhe si shikoni në këtë lloj drejtimi, sa kohë s'keni. Ta themi tek puna s'duhet pushoj asnjëherë, sepse nuk mund të rish në pozita pasiviteti, edhe kur ti konstaton që ke mbështetje, ke horizont pritës pozitiv, i cili ekziston, fakt. Për shkak përvojës që ju e thatë, përvojës politike, ne arrim të perceptojmë, përpiqemi, të lexojmë edhe të shohim se si qytetari na pret, edhe si e jep ai mbështetjen. Vjen një moment në politikë që ti e kupton edhe tek takimi, ke dhënia e dorës, tek
mënyra e pritjes, kur je edhe në lëvizje, ke mënyra e përshëndetjes, ke gatishmëria që të shfaqin njerëzit për të mbështetur dhe të përkrahur, dhe realisht këtu gjen shumë atmosferë. Unë di ta bëj atë diferencën midis shumë qarqeve ku kam qenë edhe për shkak ka mirësjellje, ka kortezi. Jo, kortezi, jo, këtë s'dua ta them. Po mbase base pastaj si dhe mirë. Nuk dua ta them këtë sepse pastaj do flisnim për hipokrizi dhe unë nuk e pranoj. Ja, nuk e ke dëshirë. Jo, nuk e pranoj një gjë të tillë. Dhe unë di ta ndaj mirë sjelljen pra më rini të kuptoni që nuk ka hipokrizi në këtë rast. Sjelljen gjentile edhe që nuk e quaj hipokrizi, është identitet i Shkodrës, që vëren edhe tek pjesa ndoshta kundërshtare qytetare, që ta jep këtë lloj mirësie komunikuese, por ama unë ndaj mirë qëndrimin politik nga sjellja, përpiqem, se unë nuk jam gjeni i psikologjisë dhe i politikës. Politikane ka gati për detyrë këtë punë. E ka çdo politikan, nuk është veçori. Duhet jetë ndjesi, sigurisht. Është ndjesi, është ajo fusha magnetike ndonjëherë komunikuese që nuk ka fjalën, po ka valën. Edhe çdo njeri e kupton. Edhe në kuadër të kësaj thash që Shkodra ka vokacion djathtë, Shkodra ka identitet të djathtë, identitet konservator në kuptimin pozitiv të fjalës. Dhe baza e Shkodrës, duke u nisur nga përcaktimet që kemi ne dhe për shqiptarët, baza e Shkodrës është familja, sepse unë shoh vlerën se si ruhet, si respektohet familja në mënyrë veçantë këtu në Shkodër, dhe baza e Shkodrës është konstitucioni ynë shpirtëror, ai shqiptarizmi, ka një lloj nacionaliteti që është miks midis nacionalitetit që ne gabimisht e quajmë periferik, nacionalitetit shkodran dhe nacionalitetit kombëtar. Ka një lidhje dhe një ngjizje të pandar. Unë nuk e ndaj nuk quhet provincial. Jo, nuk quhet provincial. Themelore, dhe kjo vjen, domethënë, jo thjesht se e kanë zgjedhur forumet popullore të Shkodrës, vjen për shkak të historisë. Shkodra ka qenë kufi mbrojtës i shqiptarizmit. Ka qenë territor që ka bërë betejat të jashtëzakonshme me gjithë ata që konsiderohen kombe që kanë dashur zvoglojnë në Shqipërinë, dhe vërtet ka pamjen e një kalaje që është përballur me tilla sulme, dhe kjo nuk ka ndodhur në një apo dy momente historike, ka ndodhur gjithmonë, dhe për këtë shkak, domethënë, ky identitet është përcjell dhe unë e shoh tek brezat e rinj. Sot kam pas një komunikim një djalë që ka një dyqan shumë specifik në Gjuadole, dhe e shifja patriotizmin e tij në mënyrën si trajtonte Shkodrën, në mënyrën si kishte ndërtuar biznesin, në mënyrën si e kishte në perspektivë biznesin, një lidhje shumë organike. Dhe them që Shkodra prandaj e ka këtë vokacionin konservator pozitiv, dhe aq më tepër këtu ka një element shumë të rëndësishëm, që është respekti ndaj besimit. Kombet që kanë besim janë kombet forta, dhe territoret që kanë besim, që besojnë Zot, nuk ka rëndësi, domethënë Zoti ka pamjet e tij, dhe ato janë komunitete shumë të forta, sepse këto janë vlerat bazike mbi të cilat duhet ndërtohet një shoqëri. Dhe unë prandaj e shoh të lehtë rrugtimin politik brenda kësaj hapësirës kohore që kam pasur këtu në Shkodër, se ka një përputhje midis asaj që unë pretendoj që të marr nga një hapësirë territoriale, nga një qytetari, dhe kur e gjej jam i fuzionuar totalisht, pavarësisht se bëhet ajo diferenca e gjuhës, se unë e ndjej her pas here. Ja, vjen një moment në Shkodër pastaj asobojnë. Jo, aq më tepër edhe kur jam e di shumë mirë, është ajo shpreha, do thënë aq e bukur, shtëpia është e Zotit dhe e mikut, dhe unë këtë e përcjell me shumë kënaqësi sepse edhe e prek. Pra dalim tek ajo pjesa. Shkodra e ka vokacionin e djathtë, nuk mjafton kjo, duhet punë organizative. Fryma ekziston, sepse ka një frymë pro Partisë Demokratike, me gjithë vështirësitë që ajo ka kaluar përgjatë këtyre 3 viteve, sidomos frymë pozitive këtu në Shkodër. Ne duhet kalojmë tek pjesa e punës, që tham, puna nuk duhet pushoj asnjëherë, nuk mund të mbetemi në vetë kënaqësi që ne jemi këtu në një qytet djathtë, edhe të fillojmë të llogarisim, bëjmë llogarinë si ajo shporta me vezë, edhe
themi do marrim kaq sepse ja më thanë kaq njerëz i takuam. Jo, puna organizative, konkludive, analitike, kapilare, strukturave e territoreve të bën ty të suksesshëm. Sigurisht ka edhe elemente të tjerë, të frymës, takimeve, kontakteve me njerëzit, të respektimit tyre, të quaris problemit në zemrën e tyre, atje ku ata vërtet e kanë dhe dhënia e një zgjidhje dhe alternativës për ta. Dhe ti kur i flet për atë problemin që ai e ka, atëherë ai e kupton që ti je atashuar me problemin e tij, që vërtet ti jeton sfidën e tij dhe jeton dhe bashkangjitet. Dhe ai të beson. Dhe ai të beson dhe unë shoh që ka një atashim tillë. Po, Shkodra ka pasur një thyrje politike, por është disi thyrje e ardhur nga porta e dhelpërës, do të thënë porta e hiles, sepse Shkodra u dorëzua majtas jo nëpërmjet një figure karakteristike të smajtës. U mor një figurë në okelion e saj e djathtë, siç ishte figura e Becit, i investuar si i tillë, se është një lloj diversioni që përdoret ky politik. Normal partitë politike i përdorin gjitha dhe në këtë rast u josh qytetaria shkodrane me një figurë të këtill e djathtë apo u përdorën dhe element tjerë plotësues, sepse ndoshta kjo nuk mjaftonte dhe Shkodra u sulmua. Domethënë ajo kalaja historike kur sulmohet nga të jashtmit nuk bie asnjëherë. Kalat bien gjithmonë nga brenda. Dhe u sulmua këtu nga brenda, u sulmua me skalione të krimit organizuar, të krimit administrativ shtetëror. Ne duhet jemi me këmbë tokë dhe të flasim, t'i themi gjërat në sy dhe t'i themi të vërtetat tona. Seriozisht me vërtet krimi ka vendosur një person tjetër. Tani ka vendosur, unë përmenda disa faktorë. Unë jam politikan dhe di prevalencën e shumë faktorëve. Dhe në qoftë se ju më bëni këtë sfidë pyetjes pse mendoni kështu, domethënë ti je zhvesh nga elementet e tjerë. Dhe unë do t'jap një përgjigje në formën e pyetjes. Pse krimi i organizuar duhet të jetë faktor në përcaktimin e drejtuesve politik që zgjidhen me votë lirë? Dhe këtu sfida është e qartë. Tani ka një element, është si puna e balancës, domethënë pikërisht për këtë po flas. Kur është balanca dhe mjafton një fije floku e ardhur diku nga rastësia që prish balancën e peshorës dhe në rastin konkret nuk mund ta thuash konkludimin pse. Krimi organizuar ka rolin e vet specifik në prishjen e balancës. Dhe ne kur pranojmë këtë që po krimi ka vepruar, sepse të dy në kontekstin tonë të bisedës e pranojmë ka vepruar, por ne e relativizojmë dhe themi që jo, nuk ishte vetëm krimi, ne kemi bërë gabim shumë të madh, sepse i kemi dhënë autonomi dhe autoritet krimit që ai të veprojë, por ai mund të jetë bashkëshoqërues i krimit politik. Kisha fjalën për këtë zot. Por jo, kisha fjalën për retorikën politike. Dakor, unë interpretova sipas interesit tim. Po të thuash, sigurisht. Po të thuash, nuk po ju kundërshtoj, thjesht po mundohem të bëj as kontrapedalen. Jo, maj frena. Thjesht po them, në momentin që thua krimi politik, duhet që kjo gjë, ky element, sidomos për atyre që duam të imitojmë nga amerikanët, të evidentohet edhe njëkohësisht të thuhet. Pavarësisht se unë kam parë shumë emisione, janë shumë politikanë që e elaborojnë, është vetë sot i Berisha që e thotë, të gjitha thonë, dakor? Duhet ta themi. Mirë po. Të thuash në kohën e sot me një element të tillë, ta bëj një narrativ të vogël. Po. Në opinion. Duhet që patjetër ta mbikalosh edhe një atë pjesë të sipërfaqes që sapo bisedove tani. Sepse kemi të bëjmë me njerëzit. Po. Dhe ky veprim që thoni ju, nuk është kaq mekanik. E morën dhe vendosën te zyra. Duhet veprojnë ke njerëz. Jo. Po mundohem që të dal nga para politika, të futem në politik. Do të japësh këtë lloj argumenti, duhet patjetër të kalosh edhe nëpërmjet njerëzis. Kush është kjo stres kaq e madhe njerëzit që ka luajtur vetëm nga ky krimi? Ja, atëherë sepse, domethënë, mash fokusove si gazetar. Sepse marr për kompliment, nuk kam ndonjë gjë. Jo, është instinkti i gazetarit që të nxisi dhe bisedën, sigurisht. Dhe unë e parashtrova, thash u përdor një mënyrë diversioniste, domethënë. Nuk ra e djathta në Shkodër, u përdorën metoda për të rrëmbyer të djathtën në Shkodër dhe thash përdorën një outsider tek PS-ja
që me dhe me kishte në okelion e ti si investuar i djathtë, i cili... Deklaron të vetë kryetari i partisë ti, jo vetëm ai, por dhe karriera e vetë zotit Beci, ishte e këtill që krijonte një iluzion të qenurit ti djathtë për shkak se ai ishte një figurë shumë e rëndësishme në qeverisjen e suksesshme të Partisë Demokratike. Sigurisht. Nga 2005, sidomos 2009, ishte dhe për tej. Dhe prandaj them që u përdor dhe në këtë rast qytetaria kërkonte një lloj ndryshimi vet, një pjesë. Dhe pjesa tjetër që ndikoi është një pjesë që edhe kjo e vetme nuk mund të prishte peshoren, e vetme. Dhe prandaj ne themi që pjesa tjetër e banditizmit politik, që është një realitet i trisht në Shqipëri që ekziston, dhe ne mundohemi pastaj ta zmadhojmë studio që të bëhet i pabesueshëm. Pra siç ma bëre ti pyetjen, po pse vetëm krimi ka ndikuar dhe ai qytetari që e di që krimi ka ndikuar nuk pranon që është krimi që e ka vendosur gjithë. Dhe ne e zhvlerësojmë me këtë, duhet ta ndërtojmë të tillë bisedën edhe konkluzionin, sepse çdo pjesë ka fuqinë e vet. Dhe ne kur themi dhe shprehim këtë lloj shqetësimi, ne themi që ky segment ndikues nuk duhet të ekzistojë fare. Nuk duhet të ekzistojë sepse këtë e përcakton, nuk mund të ketë mundësi në demokraci që krimit politika. Ka dhe një gjë, sepse krimi është një pjesë e një shoqërie që stimulohet nga shumë faktorë. Gjithë shtetet mund të kenë 2% kriminalitet, 1% quhen shtetet sigurta. Në Shqipëri përqindja e kriminalitetit është shumë e madhe. Jam votues, po, jam votues, nuk diskutohet. Por në qoftë se ata keqpërdoren fatet e tyre, sepse ka shumë njerëz që hyjnë në rrugë kriminale dhe për rrethana rastësore. Në qoftë se politika, se ku është faj, është politika që i përdor, sepse i krijon favorin e autoritetit, favorin e faciliteteve ekonomike, të pasurimit ekonomik, dhe në këmbim i kërkon këtë. Pra, nëse dalim tek faj fundor është gjithmonë i pushtetit që vendos në veprim mekanizma të tillë, se ka njerëz që as duan të ngacmohen fatet e tyre të mira apo të mbrapshta. Çdo njeri ka fatin e mirë ose të mbrapsht. Por këtu ndërhyjnë këto elemente dhe themi që janë këto element parapolitik që vendosin. Nuk duhet ta ngatroj gjithë bisedën tonë, që është shumë e amël dhe shumë e mirë, me të shkuarën. Dikush një mik i jemi shkonte, por mori një përgjigje. Unë duke i bërë dhe ati, kështu si ju, qetësisht, butësisht kundërshtari. Po karakterizoja, ose tipizoja Partinë Demokratike në Shkodër si një elefant të madh. Po, elefanti ka një natyrë çuditshme. A i mban shumë. Kur shpërthen, thyen? Jo, mban më i shkreti, mban. Mi për në fund kret, i në kë fenomeni, i ven vetëm i pupër dhe tak ullet në gjyve. Të shime po të një të monedhë, po të kthej. Jo me krimin, sepse sigurisht njeri, thamë, dolme nga para politika, po hymë politik. Hymë politik, normalisht. Edhe kjo është pjesë e politike, sepse sigurisht një parti që ka mbajtur shumë për 30 e sa vite, dikur do të ulesh një gjunjë edhe ajo. Problemi është, vjen një moment i do ulesh, do pësosh një fije thyrje, por ka një gjë, ka një element, për të dalë edhe në gjithë diskursin fantastik që bëhet deri tani për sa i përket punës që po bëni. I gjithë ky element ka dhe njerëzit mrapa. Do të dalë ke pyetje tani. Janë njerëzit që ju keni kandiduar. Qarku, janë njerëzit që sigurisht i keni parë, ose ose zgjedhur, si më të mirët. Nuk kam njeri më ekspert, edhe sigurisht në studim më të mirën se sa ju për qarkun e Shkodrës. Është fat që kam. Edhe realisht kam shumë interes si e shikon ti të lidhur edhe me 11, po themi majnë, po njëkohësisht edhe me këtë punë që janë duke bërë. Të gjithë këtë rënditje. Si ata brenda listës edhe ata jashtë listës, po themi. Kandidatët e Partisë Demokratike janë kandidatë shumë të mirë, ka përfaqësues të mirë në një komunitet si Shkodra, mund të ishin të tjerë alternativë, sigurisht që mund të ishin, por në një kombinacion liste prevalojnë disa elemente ndoshta duken padukshëm që janë të karakterit dhe strategjik dhe teknik politik.
janë që lidhen me përfaqësimin e territorit, me përfaqësimin e interesave të shtresave caktuara, me fibrën politike, me atë pjesën e ndikimit në qytetarinë, në komunitetin, një lloj vazhdimësie tjetër politike që mbartet duke kombinuar pastaj dhe atë ndërtimin e brezave në një parti, sepse hapja një partie dhe futja elementi të ri nuk është hap derën dhe i thua hajdeni. Jo, duhet t'japësh shembujt të vlerësimit që t'japësh dëshmi që në këtë parti kur ti ke dëshirë, kur ke vokacion politik, ti mund ndërtosh një karrierë dhe ti je i vlerësuar dhe për këtë arsye kemi një kombinacion moshash, përvojash politike, përfaqësimi të territoreve caktuara dhe njerëz që i bashkon është integriteti profesional dhe i karakterit dhe moral i tyre. Janë njerëz të pastër, njerëz që nuk mbartin njollat e së shkuarës, ka njerëz që mbartin plagët betejave politike ndoshta, por që janë njerëz të sprovuar dhe të kalitur dhe cilët janë gatshëm që të përballen më shumë se sa tjerët edhe me skalionet që ekzistojnë me atë realitet politik të vrazhd. Ne e pranojmë është i tillë dhe edhe ne bëhemi tillë, për ta përballur, kemi edhe përfaqësues të sprovuar politik që e përballin një fenomen tillë. Por unë them që në atë kombinacionin ton mendoj që është një ekip shumë i mirë. Dhe shpesh kur bëjmë atë pjesën, se edhe dëgjojmë shumë gjëra, dhe unë vi nga një qytet që ka shumë ngjashmëri edhe me Shkodrën, që ka shtresat e veta, kontributet historike, përfaqësuesit, familjet e mëdha, përfaqësuesit qytet kulturor, universitar, tradicional, patjetër, Elbasani i tillë. I kemi të gjitha këto. Dhe në listën e Partisë Demokratike ka mbiemra të spikatur qytetarisë shkodrane. Ka kombinacione që tek përsoja unë nuk i gjej, për shumë. Kam lexuar një libër, Familjet e mëdha shkodrane, dhe unë gjej mbiemrat që ne i kemi në listë. Kemi mbiemrin Kopliku, Hoti, që janë pjesë e familjeve shumë mëdha. Ke lista PS-s besoj e keni parë, nëse ju më bëni një sfidë, nëse ma gjeni, sepse gazetar jeni, atëherë ma përplasni këtu në studio, po nuk do e gjeni. Mbiemrave të mëdhej. Të mëdhej, të familjeve të mëdha. Dhe qytetarisë që, domethënë, vërtet, ndoshta me kalimin e viteve për shkak të emigracionit është rrudhur, por është ajo që ndikon komplet standardin qytetar të jetës të Shkodrës. Domethënë, dhe ai që vjen nga pjesa tjetër, si thuash, përshtatet dhe absorbohet nga dhe e ka kënaqësi që të bëhet pjesë e kësaj qytetarie. Na përmend në një të ri, mund ta përmendësh veçmas? Çfarë? Mund të marrësh një shembull Trish. Trish. Po. Trish tek lista e Partisë Demokratike. Patjetër. Po, e di pse, thjesht sepse unë vetë atyre ditëve pa ardhur ju trit kam marrë, po i kam marrë nga Treja. Partia Socialiste. Sigurisht. Jo, kam marrë edhe nga kolegë tjetër. Por, pse them tri, për çfarë arsye them tri? Normalisht, atë, unë kështu e kuptoj, një farë mënyre rigjenerimin, hopin përpara, kalimin në një parti tjetër, të një organizimi tjetër nëpërmjet trive, do ta kuptoj. Trit janë baza. Ata janë baza. Pra, këtë tash, këtë mund ta marrim një për shembull, ose dy për shembull, ose tre për shembull. Kemi shumë. Po doja në radh parë ka një bazë të madhe në këtë mbështetjen e trive në historinë e saj. Gjithmonë që ka pasur tri ajo. Sigurisht, edhe forumet i ka pasur aktiv. Historia e Kopit, forumet rinore, përfaqësues që kanë ardhur dhe të marrim trit aktual, do të thënë që janë premtues në politikë. Teti Kopliku. Është një i ri, thash nga familjet bazike të Shkodrës, me një trashëgimi politike të qartë,
edhe njëri që ka një elokuencë performante, elaboron shumë mirë elaboron fjalën, shumë gjuhën dhe i jep një vlerë të jashtëzakonshme gegnishtes në politikë, që nuk e ka pasur. Më thënë, unë kam qenë gjithmonë kërkues të një është një shkodran që e pastër, standarde e mirë. Standard gjuhësor dhe këtu po bëj një kapërcim në kohë, sepse në vitet e para demokracisë lindi debati i prevalencës dialekteve. Gegnishtja, toskërishtja është angazhuar Arship Pipa atëherë në fillimin e demokracisë, pat një debat shumë të madh, u kërkua madje që të ketë edhe ndërhyrje ligjore, gjë që nuk u bën, dhe normal në atë kuptimin gjuhësor ose profesional timin, dialektet e tregojnë veten e tyre në vazhdimsi me forcën e autorëve që krijojnë ato dialekte dhe po të shofësh nga individi, gegnishtja e ka pasur këtë autoritet, sikurse e kanë pasur edhe toskërishtja dhe elbasanishtja, e ka shtrirë tashme atë autoritetin e saj, por në politikë unë nuk e kisha gjetur, isha munduar, ka pasur figura shumë brillante, ka qenë Josefina Topalli, që vërtet e pasqyronte një gjë të tillë. Pas Josefinës pat një pauzë, Bardhi nuk ishte shumë kohë në parlament dhe Spahia nuk mund ta përcillte, ndërsa Tedi, domethënë, ka një veçori që i jep një Zoti Spahia është edhe ai i përpunuar me standarde të mira, me standarde shumë të larta, dhe ndërsa Tedi ka një performancë shumë të madhe. Është djalë i ri. Edhe jo, ishin ke reja. Jo vetëm ka ajo se është djalë i ri, se ka të ri, domethënë, që kanë stepjet e veta, por e shoh që ka një, domethënë, përgatitje të jashtëzakonshme për standardin e folurit. Dhe Tedi tham si i ri, njëri me formim politik, vjen nga brain gain, dhe jo nga një brain gain që është një departament periferik diku në PD, një departament që ka treguar që ka autoritet, ka mbajtur gjallë një frym optimiste brenda PD-s, ka përcjell mesazhe shumë të forta në momentet më të vështira të historisë së afërt të Partisë Demokratike, dhe ka qenë ndër personazhet më aktiv aty dhe ka dëshmuar që është një politikan i sardhmes, së cili duhet t'i krijojnë oportunitete që të tregoj veten, dhe marrja e Tedit dhe futja e tij si kandidat për mua ka qenë një nga gjetjet më të mira që struktura e Partisë Demokratike na ka ofruar ne si drejtim i partisë. Dhe të vazhdoj me kandidat tjerë, Matilda Matia, për shembull, është e propozuar nga Partia Agrare dhe është një gjetje jashtëzakonshme, e formuar në Perëndim, e lidhur ngushtë me një dimension që ndoshta e harruam gjatë bisedës, e lidhur me sportin. Sporti ka qenë një nga shkëlqimet e Shkodrës, dhe është jo vetëm thjesht sportiste, dhe familja saj merret me futbollin e vajzave që është kampion këtu në Shkodër, pra pasqyron një vlerë shumë të madhe të Shkodrës, por dhe në formimin e vet, sepse unë e shoh në artikulacion, e shoh në përgatitje, e shoh në atë performancën politike, është një prurje e shkëlqyer, madje jo me shaka, ndoshta unë e kam interpretuar me shaka, ja kam thënë zoti Duka, më vjen keq, i kam thënë po Matilda do jetë nesër pjesë e Partisë Demokratike, dhe këtë ja thash jo për momentin, për ta joshur dhe për t'i bërë një favor në publik, por për të dëshmuar që ka vlera, por dhe Senada që vjen si propozim, madje i Forumit Rinor Partisë Demokratike, pra i kemi dhënë akses dhe forumit që të ketë përfaqësuesit e tij, është një politikane në një profesion krejt veçantë, inxhiniere aviacioni, dhe themi një nga vajzat premtuese të forumit që ka hapat e parë në politikë, por që është shumë, themi, politikane që i hap dritare vetes për të ndërtuar karrierë edhe në ditët e sotme, por edhe në të ardhmen e Partisë Demokratike. Pra, kemi një kombinacion shumë të mirë edhe të moshave, edhe të përvojave politike. Unë jam mosha më madhe aty, që jam tek mosha mesatare politike, dhe gjithë tjerët janë pjesë e këtij brezi aktiv politik në fashon e 40 deri në 50, dhe kemi dhe brezin e ri. Pra, kombinimi i moshave në listën e Partisë Demokratike është perfekt. A ka qenë në Partinë Demokratike? Patjetër që. Për prezantimin. Ja, pa rrullë e pyetjen. Po, se ka kudo. E nisëm që të dalim nga parapolitika, pra po dalë edhe unë nga parapolitika. Është normale që të ketë, sepse edhe në zgjedhje, edhe në votime, edhe në çdo juri do të meten
pak naçë. Edhe jurin ta formosh, nuk e di, nga një përshmëri prapë do të mbetet. Edhe në familje me dy fëmijë, njëri tjetër pa diskutim. Problemi është se duke parë një lloj, duke takuar njerëz, edhe atyre që kanë dalë nga politika, ata që morën pjesë, ata që shoh një lloj pakënaqësie. Ky lloj pakënaqësie për ju është normale, e përtypshme, do të ndikoj, apo si zakonisht kur shkon drejt fundit, pastaj ajo shuhet, ose po thuaj shuhet? Tani, dalim tek mënyra si e përjetoj unë. Normal, po këtë, pikërisht për këtë po ju. Është një shprehje Orwellit, për një shprehje tha, edhe trishtohem, tha, edhe gëzohem. Unë edhe gëzohem, edhe trishtohem. Kur e ngjoj një, domethënë atë mbetje që të vazhdoj në kohë. Sepse kjo është e lidhur me ambicjet. Të disa bigve, po jo, është e lidhur me ambicjet. Dhe unë gëzohem. Sigurisht. Pse gëzohem? Ka ambicje, ka karakter brenda PD-s. Madje gëzohem sepse ka pjesëmarrje, ka demokraci. Normal. E disa rëndësishme është. Madje unë e kam në ato mbledhjet tona që edhe më kanë thënë sa mirë që bëjmë debat, duhet bëjmë debat, sepse ne duhet themi mendimet tona. Politika nuk është regjim ushtarak, që unë jam drejtuesi, ky është urdhri politik. Ato janë njerëz që vinë me vullnetet e tyre, kanë themel vullnetet dhe ne duhet të respektojmë vullnetet e tyre. Vullnetet janë të shoqëruara me emocione, me ndjenja, me ambicie, me qëllime. Qëllimet i kemi të përbashkëta. Dhe ajo që unë kam kërkuar tek pjesa, trishtohem pse zgjasin shumë, sepse në fund fare janë shumë pak kur zgjasin. Unë kam parë njerëz që vërtet janë mërzitur sepse kanë merituar të jenë, thash, në çdo moment bësh një listë, gjithmonë do ketë kritika atë mbetje. Unë i kam parë ato më aktivët të jenë sot, sepse kanë ADN-n e PD-s brenda të qenurit djathtë dhe demokrat. Dhe kjo pjesa, domethënë, e trishtimit është kur ndonjëri mund ka përce dhe të kaloj si retorik pranë një krahu tjetër. Në Shkodër nuk e kam një këte, Shkodra, domethënë, nuk e pasqyron këte. Pavarësisht, domethënë, pakënaqësive, këtu njerëzit janë shumë solid. E kam një më shumë në rang kombëtar, nuk po i futem atyre debateve që janë bërë. Pra, flas për listën e PD-s kombëtare, nuk po flas për Shkodrën. Gjithçka u kalua me një qetësi dhe këtu është ajo thelbi i qytetarisë Shkodrës. Edhe në rastin e primareve, nuk pat asnjë problem, pavarësisht se dikush mund të kishte objeksionet e veta, dhe në rastin e bërjes listës, që shumë mirë aty thash edhe një herë dhe po e përsëris, se s'dua të përsëris shumë gjëra, mund të kishte edhe njerëz tjerë dhe ata që vërtet edhe kishin investuar rrugën e tyre, dhe në një moment u gjendën papritur jashtë, sot nuk e reflektojnë, sot janë shumë aktiv, sepse për mendimin tim, politika nuk është një moment i të qenurit apo jo deputet, është një moment shumë i rëndësishëm të jesh deputet në karrierën politike. Por politika zhvillohet dhe në korridore tjera, në korridoret karrierës politike si përfaqësues politik, por edhe si përfaqësues i ekzekutivit. Dhe ajo që shoh unë me shumë kënaqësi dhe dëshirë është që të gjithë janë për një qëllim. Nuk mund të mbetemi ne peng në mendjen tonë i emocioneve, i pakënaqësive, vërejtjeve. Ajo që na bashkon në një moment caktuar është qëllimi. Qëllimi është i tillë se shumë i madh, duke pasur përballë një situatë katastrofike. Pra, qëllimi kalon hatërmbetjen, edhe një mbetje. Në politik gjithmonë e kalon. Dhe aq më tepër, ky qëllim kur ka shumë bindje, shumë arsye që na bindin, sepse përballë ti nuk ke një kundërshtar politik që është brenda një procesi normal zgjedhor. Ti ke një njeri që ty të ka konsideruar armik dhe me cilin ti duhet bësh një luftë, dhe kur bën një luftë në pjesën e luftës, ty të duhen të gjitha kuadratet e luftës dhe ti nuk mund të humbasësh asnjë nga njerëzit e tu, nga njerëzit kontributor në kuadratin, po, sepse ata krijojnë boshllëqe në front. Dhe ky qëllim, domethënë, është luftarak dhe njeriu atë ndjenjën e luftës ka një angazhim të jashtëzakonshëm dhe ata njerëz që sot kanë shkelur me këmbë ambicjet e tyre në emër të qëllimit janë njerëzit më të vlerësuar nga ana ime personalisht për përgjegjësinë politike që kam, pa ju a thënë, ndoshta sot e transmetojnë në mënyrë përgjithshme, por në mendjen time,
memorien time, në atë pjesën që do kemi më pas, ato do jenë njerëzit më të vlerësuar për mua. Unë mundohem që deputetët, kandidatët për deputet, madje t'i shtyj akoma më shumë, që të bëjnë sa më shumë punë, sepse shumë mirë në vendin e tyre mund të ishin njerëz të tjerë që punojnë po kaq shumë sa ato, po ndoshta sot nuk e kanë publicitetin, qenurit në qendër vëmendjes si ata të tjerë që vërtet bëjnë punën bazike themelore në marrjen e mbështetjes dhe votës për Partinë Demokratike. Ju kuptoj. Përpara se t'ju bëj pyetje për disa pamje, fotografi që keni sjell. Zoti Boçi, në Shkodër sigurisht ekziston edhe një djath tjetër. Ekzistojnë edhe një djath tjetër kombëtare, që sigurisht duan edhe ato vota. Ekziston Partia Euroatlantikëve. E di, kështu më duket e ka. Edhe mu kështu më duket se e ka. Edhe ekziston edhe Partia e Zotit Shehe. Por, që t'jem korrekt, të gjithë këto, bile ekziston edhe partia dhe një aleancë e Zotit Shehi. Të gjithë janë me kandidaturë në Shkodër. Dashamir Shehit. Shehaj dhe Shehi. Shehajt për Zotin Agron dhe Zotit Shehi. Mi po, të gjithë këto, si pas me, duke bërë një llogari të tmerrshme, në mënyrë të shëmtuar aritmetike, marrin vota djathtas. Nuk më duket sikur marrin majtas. I shikoni si problematik elektorale këto, jo si kundërshtar me kuptimin e kundërshtisë alternative, numerike. E di që po e ul bisedën në nivele por nuk kam që të bëj, do të dalë këtu në këtë lloj teme. Jo, unë e kuptoj, thash, instinkti i gazetarit do bëj. Do dalë që zbën, është e pamundur. Do dalë. Spari ne duhet ndajmë një gjë, sepse ju folët për parti. Jam parti apo lëvizje, është pyetja ime. Dhe jo, edhe kam unë këtu tash do ja mbani qendrimin tuaj. Jo, nuk po ja bëj pyetjen juve. Po hyn komunikim me publikun. Sigurisht. Po i them që këto që hiqen si parti, a janë parti politike, apo janë lëvizje politike? Që t'jesh parti politike, në radh parë duhet kesh synim marrjen jo të pushtetit, se përdorëm shprehje pejorative, marrjen e përgjegjësive për drejtimin e vendit, nëpërmjet politikave tua. Që t'jesh parti politike, duhet kesh shtrirje në gjithë territorin, të kesh organizatën, të kesh qëllime dhe ideologji të përcaktuar qartë, dhe normal që të marrësh pjesë edhe në fushata zgjedhore me qëllim për të fituar. Në momentin kur një parti që është në opozit deklaron që unë do hyj se do bëhem opozit, këtu ka mbaruar misioni politik i një partie. Nuk është parti më. Është një grup i interesave të caktuar të njerëzve që kanë formuar një parti, që nuk janë zgjedhur nga forumet e partisë, sepse i kam dëgjuar shpesh të dalin kundër PD-s, retorikën e tyre të bëjnë opozitën e opozitës dhe të fokusohen tek Berisha, ndërkohë që vetë nuk zgjidhen, emrohen vetë, formojnë strukturat vetë dhe kritikojnë një forcë politike që ka ndjekur vullnetin. Po i sqaroj që e bëjnë edhe vetë. Ka dhe një parti tjetër që ndoshta ju nuk e përmendët, e cila pretendonte që unë nga zgjedhjet do kaloj në zgjedhje. Nga zgjedhje në zgjedhje nuk ka rol një parti politike të kaloj patjetër në zgjedhje. Një parti politike hyn për të fituar, e vogël apo e madhe. Sigurisht. Dhe për të qenë adeguate me qëllimin e saj, atëherë nëse është e vogël bën aleancë me një të madhe. Nëse është e madhe bën një aleancë me një të vogël që të bëj shumatoren, sepse tek e fundit kjo është luftë tash unë. Unë nuk kam pa luftë për të humbur, sepse thua që do qëndroj në opozit, ke humbur luftën, apo jo. Dhe unë, kur los sha me djalin tim, që e kam djalin tim, unë dua të fitoj. Dua të fitoj, është natyra e njeriut. Njeriu do të fitoj, është sfidë. Dhe të dëgjosh këta, domethënë, që pretendojnë që janë parti që ne nuk duan të fitojnë, do të thotë që ata investohen për fitimin e dikujt tjetri. Është matematikë, thatë ju, politika? Ky është rregulli i treshit matematik. Është demokracia. Jo, është rregulli i treshit. Jo, dakord, po atë demokracia kështu është. Nëse ti nuk pretendon të fitosh vetë, atëherë ti po punon që të fitoj dikush tjetër. Megjithatë, unë bëra një shkarje, tash nga i marrin votat. Ja, ta çoj, edhe atë do ta them. Dhe ata, domethënë, në një rregull treshi nuk po luftojnë
për fituar vetë si forca djathta, si mi përcaktove si djathta, që edhe këtu ha shumë debat, por i shërben një partije që është pikërisht sot Programin nuk ja bëj unë që ka pushtet. Jo, e bëjnë vetë atë program. Program s'kam parë unë të atyre, por po them. Thonë, kjo është e thëna, kur vinë këtu ata paraqisin një program. Janë shqetësuese për sistemin politik. Janë asa që i shërbejnë mëngës së padronit X, Y, Z. Kjo më duket mu në shpjegimin tim që qëndron, sepse i shërben. A sulmojnë votat djathta pastaj, sepse unë duke ditur që marë votat djathta, atëhere logjika më thjeshtë, unë do bëj aleancë me një parti djathtë. Se duhet të bashkosh gjitha votat. Dhe në një rrugtim thjesht, këto lëvizje që konsiderojnë vetëm parti, duhet bëshin një aleancë me djathtën në bazë thirrjes që ja ka bërë Partia Demokratike, sepse mos dalim tek këtë. Ja kemi bërë vazhdimisht. Kemi bërë dhe kërkesë për parti që ndoshta kanë diferenca ideologjike, se e kam gjuar dhe këte. Diferencat ideologjike rregullohen në programet ekonomike të partive. Nëse e parti me karakter të majtë social, hajde të fusim trajtimin social në ato parametra që të përputhet ty dhe ti bën unisonin e votave dhe merr drejtimin e vendit, sepse lufta politike nuk është luftë ideologjike në kushtet e një demokracie, siç është sot demokracia, është ideologjike e mbështetur në parametra ekonomiko-social. Është, më thënë, ajo demokracia evropiane. Elasticiteti dhe plasticiteti ka vazhduar prej kohës edhe mund vazhdojë edhe sot. Tani problemi është që këto po sulmojnë votat e djathta dhe unë shoh atë ngazëllimin e tyre për të marrë votat e djathta. Pra, ata pa e fshehur objektivin e tyre, por nuk e artikulojnë është që të dëmtojnë të djathtën e cila është alternativ. As vetes dhe as elektoratit dhe qytetarit djathtë i cili do ndryshimin, edhe qytetarit gri i cili do ndryshimin, sepse ai po sulmon si formacion lëvizje, apo politikë si e quajnë veten, një pjesë të elektoratit që mos bëj atë shumën e votave kundër një, themi armik, kundër një kundërshtari ta quajnë, po ata si quajnë kundërshtar politik, përderisa kanë ngecur në retorikën e bërit opozit ndaj opozitës. Dhe përdorin të gjitha metodat, do thuash kanë qëllimet vetat, çfarë qëllimi personale për të bërë deputet, po ti nëse do të bësh dalësh në opozitë, opozita mund ta bësh qytetare, deklarative, mediatike, ke mundësi më të bësh opozitë si duash, e bën dhe me protesta, pa protesta, dhe nuk do të thotë ty publiku patjetër t'jap një mandat që ti ta bësh në parlament. Parlamenti është një alternativë të bërit opozit. Një ndër, është tribuna më e shikuar sigurisht, por nëse ti je politikan i vërtet, mund ta tërheqësh vëmendjen edhe jashtë kësaj tribune. Pra, këto kanë humbur rrugën dhe qëllimin dhe kanë mbetur vetëm ju nuk i konsideroni pra pjesë. Jo, për t'i konsideruar ja, tjetër alternativë. Jo, nuk janë alternativë se nuk janë shfaqur tilla. Thash, s'kan qëllime për të fituar, kur s'ka për të fituar, si mund të jesh alternativë? Unë hyj për të humbur, jam alternativë unë? Po mirë, nuk fillohet. Jo unë, se unë si PD. Po them si ata. Fillohet duke fituar me nuk duhet fituar, ku diu si nuk fillohet duke fituar. Por fillohet me qëllim për të fituar. Jo duke fituar, se i vetëm dhe i mund ta fitoj. Atëre bashkohesh me një forcë të madhe, performon në ekzekutiv. Jeni i bindur që forca e madhe mund t'i kishte lënë në këtë lloj forme? Po sigurisht, do i bënte. PD-ja ka treguar që ka ndërtuar aleanca solide, i ka qëndruar dhe është besdhën dhe besmbajtur. Jo, unë jam i qartë në këtë pikë, që nëse ka ardhur, ka marrë për shembull zoti Mediu, aleancë gjithmonë i juaj, ka vendin e tij si deputet. Një parti. Ç'bëhet me partinë po flas? Pra, nëse ata duan të zëvendësojnë opozitën, e kanë nisur me hapin e gabuar politikën. Një parti politike hyn konsideroni kaq shumë negative një opozitarizëm tjetër përveç jush. Jo, opozitarizmin tjetër nuk e quaj negativ sepse është opozitë. Përveç jush. E quaj, po e quaj tillë sepse deri tani kanë bërë opozitën e opozitës dhe kërkojnë të marrin votat që ne në bashkëpunim me qytetarët, me pjesën gri, me pjesën e mërzitur PS-s të bëjmë shumicën. Pra, kanë një veprim... Numerikisht do dëmtoni apo nuk do dëmtoni? Tani është qytetari ai që vendos. Qartë, normalisht. Dhe në gjykimin tim, unë nuk mendoj që... Apo do të shkohet në fund edhe secili do mendojë ka një gjë. Më thënë, qytetarët votojnë sipas mendimeve të ndryshme.
Dikush voton alternativën, programin, një tjetër voton inatin. Ka dhe njerëz që votojnë inatin e tyre, edhe e shkarkojnë. Dhe sa më vogël tjetë baza inatit dhe aq më pak mbështetje do kenë, sepse këto duket që janë parti inati, sepse nëse ju morët një rast pa u futur në emra. Pse kishin të vështirë njerëzit që kanë qenë PD, janë investuar nga PD-ja, se si rriten forcat politike. Ka njerëz që janë investuar nga PD-ja, kanë ardhur me katapult. Nëse unë kam ardhur nga shkalla e parë duke ngjitur postera, duke qenë komisioner, të tjerët, thonë që kanë bërë parti sot, kanë ardhur me Deus ex machina. Ke parasysh. Janë futur në elitën e Partisë Demokratike, kanë marrë mandate nga Partia Demokratike. Dhe tashi unë dua të bëhem deputet edhe të sulmoj Partinë Demokratike, kjo është krejtësisht amorale, njerëzore, pastaj politike. Sa bukur e përmendet të këtu jam krejtësisht dakord me ju, pavarësisht se Partia Demokratike i ka bërë ato. Partia Demokratike bën marrëveshje, po mirë, ngjo Lucianon, pse edhe ai Euroatlantiku që qartë për qartë, jam i bindur komplet. Ai Deus ex machina erdhi dhe ndoshta ka ardhur momenti që edhe në këtë pikë të reflektohet që duhet një mënyrë gjykimi tjetër për zgjedhur përfaqësuesit politik, por në një shoqëri ti transmeton jo vetëm vlera solide politike, por dhe kuazi politike, sepse do përfaqësosh të gjithë shoqërinë. Ndodh, kjo është pjesë e karakterit njerëzor. Se shpesh bëjmë edhe atë batutën, po tashi ne na qëlloj që na erdhi dikush i mbrapsht, na solli një situatë mbrapsht, po edhe në shtëpi në fund fare të kesh 3 djem, jo të gjithë i njeh në mënyrë barabartë, edhe të del edhe njëri dru i shtrembër dhe ti, domethënë habitesh. Edhe vin halli dhe s'do për hallit ndoshta gjithë jetën. Kap halli dhe thua si un babai pa zoti, domethënë mos e rregulloj. Janë gjëra njerëzore dhe lidhen me karakterin e individit. Nëse karakteret janë të shtremta, në një moment X, në momentin më dobër tëndin, ato do e shfaqin që janë karaktere tilla. Dhe këtu nuk ka të bëj aftësia e zgjedhjes politike, është gabim pse zgjodha atë, se e kemi dëgjuar, pse u zgjodh. Ishte investuar nga PD-ja në gjithë karrierën e tij. Nuk kisha këtë, pse u zgjodh. Jo, në kuptimin se dolëm ka përcym, u mbrojt, gjithë kemi pjesë gabim. Ja, edhe unë që jam te studio, po jam pjesë dhe shpesh domethënë e kam shumë vështirë, po unë e pranoj atë pjesë, sepse në një moment dikush mund ta bëjë sfidën. Po mirë, ai e bëri gabimin, po ju që e pranuat, midis cilëve kam qenë edhe unë, kanë qenë edhe të tjerë. Po gabim është shkurtësi politike, dritë shkurtësi politike. Nëse politika prandaj është shpikur për të gabuar. Jo, sigurisht edhe i Zoti është ai që nuk jemi në arkitekturë që pastaj duhet të gabimet e veta. Normalisht, patjetër. Dhe unë them që ishte një moment që njerëzit, domethënë, ngriheshin mbi gabimet e veta. Është momenti i bashkimit, pavarësisht si menduam në momentin X, që njëri mendonte ndryshe, tjetri ndryshe, kur vjen momenti i bashkimit dhe kur ti ke qëllimin baras, as këto lëvizjet e vogla dhe as tanët dikur me cilët kemi qenë në i logore, kemi bërë beteja, nuk mund të largohen nga logoria, por duhet kapin atë specialitetin e armës vetë dhe t'japin kontributin e tyre për të sulmuar dhe për të mundur atë kundërshtarin e egër që përdor gjitha metodat parapolitike në politik për të mbajtur sundimin dhe pushtetin e tij. Tash kemi këto fotot ilustruese. Tani po e nis me këtë foton e parë sepse këtu është edhe Beneti. Në fakt nuk është natyrën time të merrem me emra, sinqerisht. Unë gjithmonë konceptoj politikën lufti desh, edhe jo luftë personash, po. Jo luftë personash dhe për i gjëm vjen keq para se dal tek fotot. Për pikërisht kryetarin e bashkisë që u bë drejtues politik i Shkodrës, ka një detyrë me cilën njerëzit, një pjesë e asaj që tham ne, jo pjesa e skalionit banditesk, që ja besoi detyrën. Ata që e votuan, s'ka rëndësi të majt apo jo. Dhe i dhan detyrën që drejtoj bashkinë. Drejtosh bashkinë është gjë dhe ndërmarrje shumë e vështirë. Edhe unë, domethënë, kam pas një sfidë shumë të madhe dhe them drejtën, edhe gjatë garës nuk më zinte gjumi në kuptimin figurativ, jo për garën, por për mënyrën si do sillesha unë me qytetin në momentin që do bësha, se unë vi nga politika, jam njëri politik, dhe të kesh një bashki kaq të rëndësishme,
dhe të fillosh të merresh me drejtim politik një qarku, do të thotë abandonim i interesit qytetar dhe prevalim i interesit politik. Nuk mund ta bënte dhe aq më tepër nuk mund ta bësh dhe të cilesh në mënyrë tegër politike ndaj njerëzve me të cilët ti punon, siç ishte rasti i nënkryetares Partisë Demokratike. Vildana Gushta vjen nga një familje e persekutuar, e njohur, madje ka lidhje me familjen Kazazi dhe është e bie e gjendje. Është shkarkuar, është hequr nga puna, sepse ka shfaqur bindjen politike. Po shetmershme, unë kur e dëgjoj, paktën brezi jon nuk mund ta pranoj. Unë kam shfaqur bindjen politike. Po unë jam nënkryetari i PD-s. Atëherë unë s'duhet të jem në asnjë punë. Unë s'duhet punoj në asnjë vend, sepse unë kam bindje politike dhe unë e shfaq publikisht, po. Mund të bëjnë një ndërhyjmje dhe pastaj vazhdoni, ato dalin, po bëjnë një ndërhyjmje të vogël fare. Ju keni drejtën pastaj. Është dhënë një justifikim për këtë. Nuk e ka dhënë kryetari është VTM-ja i cili është dhënë, e kam shkresën. Po pra, tash, të lutem. Ju dhe zoti Beci jeni dy drejtuesit e politik të fushatës. Po. E ka pranuar se ka pranuar, kjo është element i tyre. Problemi është se ju thoni që ka lënë punën, nuk më vërtetohet që ai ka lënë punën këtu, ai punon këtu, nuk e se nuk punon. Ideja është e tillë. Pse vjen, një minutë tash, të lutem. Pse vjen kjo? Sepse ju keni marrë argumenta këtu, dhe keni ardhur me argumente, dhe kur vjen me argument, unë jam gazetar, që duhet të shfaqësh argumente. Kjo zonja është, dhe unë e njoh shumë mirë të zonjën, është kontribuente e Partisë Demokratike. Kjo familja e saj, sigurisht kanë qenë në Bashkinë e Shkodrës. Bëj parantezën që pastaj ju të vazhdoni lirshëm. Në Bashkinë e Shkodrës kanë punuar njerëzit e Partisë Demokratike prej vitesh. Po të mbaroj këtë unë dhe dalë? Tashti, po, nuk du të flasë më vonë, nuk du të bëj retorikën mrapa. Po e bëj përpara që ta mbyll gojen, më kupton? Se ku e ka marrë? Po. Dhe sigurisht, në qoftë se do të zbajtojmë rregulloret tona, perfide dhe perverse, me lejo, jam duke bëhon retorik të shi, që kush vjen një parti i merë të gjithë dhe i flak, janë mizerabilitete, do ta themi këtë punë. Banalitete. Është banalitete, varfëri e madhe. Dhe nuk zërë vënda shteti për ma tepër. Kjo nuk më rezulton të jetë bërë në mënyrë kaq të pashme. Mirë. Kush është ky element? Kaq tashu janë që do ta bëj tash në këtë moment që t'ju pa them Shkodranse që t'ju hapi gojën ju tash që të flitni ju. Edhe tash unë e mylla. S'po flas më, kupton? Flas, domethënë për të dy rastet, edhe për atë që the ti se ma devijove pak parashtrimin. Ktheu. Do kthehemi tek ajo pjesa. Tani ju më thatë që prej 2 vitesh në Bashkinë e Shkodrës punoj njerëz djathtë. Dhe këtu ti shef një dimension sjelljes qytetare të kryetarit bashkisë në raport me djathtën. Jo punojnë njerëz djathtë. Janë midis tyre dhe ishte Vildana. Atëherë pyetja ime dhe sfida ime edhe për ju, edhe për publikun është fare thjeshtë. Kjo do ishte e këtill siç e parashtroni ju, një dimension qytetarie, nëse këta njerëz nuk do trysnoheshin, nuk do presionoheshin në raport me aktivitetin politik tyre. Po, janë djathtë, janë njerëz që i kanë atashime politike në Partinë Demokratike, kanë qenë drejtues të strukturave politike të Partisë Demokratike, kanë qenë antar, por sot për shkak të merrit terrorit që i bën bashki, terror politik, më pse terror? Jo, nëse më shpuna, po fjala terror më duket me egzagerim. Jo, ne terror quajmë vetëm pushkën, edhe ne kemi terror, por frika e egzageruar. Po, terror është frika dhe është instaluar frika dhe fjala dhe frika vrasin shumë. Dhe frika është kjo, nëse ata njerëz shihen të shoqëruar me mua, pin kafe me mua, ata sigurisht penalizohen. Pra kanë një se çfarë do bëjnë mua? Po, ja dhe njëherë. Po ju jeni gazetar, nuk keni lidhje me bashkë. Çfarë kujton se do bëjnë mua? Jo, unë jam, ne jemi të ndartë, po luan rolin tat, unë rolin tim. Jo, jemi dhe bashkë. Kurse një rol ja, prit. Kur jam me një njeri, ne po bëjmë demokraci, kur jam me një njeri që është pjesë e strukturave, unë jam në fuzionim politik me atë. Dhe ai njeri ka pranuar kushtin vën nga ky qytetari në thonjza që i ka thënë po të majmë punë, por ti s'mund t'i ikësh tek aktiviteti politik.
pse është terror? Liria politike. Se kështu i ka thënë. Po sigurisht, se po ke pa mos hiqet, vinë dhe liria, po është vërtet kjo. Madje i kanë akuzuar që disa prej tyre kanë ardhur në primare, i bëjnë presion çdo ditë. Madje kanë akuzuar dhe familjarë që janë shprehur pro Partisë Demokratike. Dhe heqja e lirisë politike. Liria politike dikush është liria, më thënë, që t'jep dimension më të madh lirisë. Ne për këtë kemi vujt para vitit 90. Lirin politike s'kishim. Ja ta them unë. Ja ta them. Pastaj do dalë aty se më thej këtë që kjo ai është qytetare. Jo. Sigurisht, ky është dimensioni njerëzor i këtij. Nëse do ishte i ktill, unë do Eduard Rokisja. E do i thoja bravo publikisht. Atëherë argumentojmë se nuk ishte tillë. Po nuk është thjesht për të bërë diversion. E ka bërë diversion, i bën presion njerëzve dhe nuk i lejojnë që të ushtrojnë të drejtën e aktivitetit politik, sepse përndryshe, po edhe një herë, Malin ta çoj, njerëzit që janë mbajtur në punë në bashki, i është ndërprer me urdhër të bashkisë pikërisht simpatia politike. Sepse përndryshe largohen, përndryshe siç janë larguar një pjesë e madhe. Simpatia apo aktiviteti? Jo të gjithë kanë, po edhe simpatia dhe aktiviteti. Simpatia se këtë e shoh mirë, edhe aktiviteti dhe simpatia politike. Ti thua se zonjës mos ki simpati? Po, ashtu. E ke shprehur publikisht më i ka thënë. Ata lexoj shkresën. Ajo zonjë është kontribuente fantastike e Partisë Demokratike. Po, ata lexoj shkresën, domethënë, edhe nenin përkatës që në bazën e cilit. Atë po, domethënë, po mundohem të nxjerrat nenin nga ana njerëzore pastaj më ka përceve. Pra, mbajtja atyre njerëzve në punë nuk është qytetari, është diabolizëm politik. Për çfarë? Është mënyra për diversionuar strukturën e Partisë Demokratike, sepse përndryshe, nëse ai do i linte që ata të merreshin sot me aktivitet politik, për te orarin zyrtar do ishte burr i mirë. Po nuk e bën këtë sepse nuk e bën. Orari zyrtar i cili nuk pyet. Po kush do pyes? Ku jemi këtu ne? Pse në Amerikë jemi këtu ne? E pyesim ose i heq nga puna ai, i heq bukën e gojës. Pse më të themi, ka nevojë njeriu për një punë. Shumë mirë që e ka marrë me profesionalizëm. Ka vite ai që punon, 20 vite do humbasi, nuk bën punë tjetër ai, se është mësuar me atë punë. Ky është presioni dhe terrori që bëhet. Dhe ju thoni s'është terror, te që është lirim politike, terror i pastër politik. Kështu e filluan. Kështu e filluan. Ashpër fjala, më. Gjua e ashpër? Gjua është e ashpër. Mirë, më gjin një fjalë tjetër. Shqipja është e pasur nga ana leksikore, po më gjetë një ti unë do dorëzohem. Pse duhet gjetur fjala e fundit? Unë do dorëzohem. Jo. Po terror sepse për mua terror politik është. Shiko, fjala terror nuk bashkohet me zotin Luciano Bossi. Shkresa si thotë, është pika 5, VKM 122, punonjësi administratës shtetërore, pas orarit zyrtar të punës dhe jashtë mjedisjeve të institucioneve shtetërore, ka të drejtë të marrë pjesë në veprimtari politike apo zgjedhore të një partie politike ose kandidatin zgjedhjet, por pa shprehur publikisht edhe këtë e keni votuar bashkë. Bindjet, jo, është VKM, është VKM, mos u ngatro, mos ma konfondo publikun, është VKM që del nga zyrat e Ramës. Qartë. Publikisht, bindjet apo preferencat e ti politike. Pa jo për në gjenën civile? Pra, nuk duhet t'i shprej publikisht simpatit politike, ose bindjet e saj politike. Po flasim për Vildana. Vildana ka status politik. Qartë. Është nën kryetarja PD-s, nuk është një person që ka bindje politike. Që në momentin që ti ke firmosur kontratën e punës e ke pranuar që ajo ka bindje politike publike, sepse ajo do marrë pjesë në aktivitet me mua, do i shprej, do marrë fjalime, do frymëzoj njerëzit për fushatën. Normal. Dhe kjo shprehje quhet penalitet për këta. Dhe kjo është VKM, të bëjmë diferencën ligj dhe VKM. Ligjet miratohen parlament, VKM dalin nga kryeministri. Dhe po mirë, pas kanë futur këtë persekucionin e bindjeve politike, e kanë futur këta. Por as batohet në mënyrë të barabartë? Këtu vjen keq për Benetin, mo. Çi futemi ke këta? Sepse Beneti do të bëj zellshmim politik. Unë nuk them që Beneti është njëri i ardhur nga politika, edhe ka atë themi fibrën politike. Beneti është kukull, është me kurdisje, edhe e përdori, sepse pse e bëri tash i theti, u kurdis, shumë e thjesht, i dhanë urdhër, ti do e bësh, si që ja japin urdhër, këte tender do e japësh këtit, është kukull në të rase, po të kishte fibrë politike, dhe fibrë qytetare, sepse janë të dyja, a i s'do e bënte atë, se e dinte që Vildania nuk u bënë në kryetare e PD-s para një jave. Ja, sigurisht. Është e zgjedhur.
Dhe ishte disa ta herë dhe ka përmendur. Ka një gjë, Beneti është në situatë vështirë. Të gjithë e dinë, domethënë, në kuptimin e thashë themit, se ti do thush po bën thashë them, jo, unë di veprimin e institucioneve. Është pozitë vështirë është thjesht retorik politike. Jo, është thirrur në SPAK, është jetuar në SPAK. Për çështje korruptive dhe të dala dhe në media i kanë hashtag, i kanë të gjitha, domethënë, të gjitha shkresat, të gjitha format. Nëse është çështja ti, unë nuk paragjykoj është në hetim, nuk po them që është i dënuar. Dhe normal që Rama është shumë mjeshtër në bërjen e presioneve, sepse unë nuk po them që ky e bëri me dëshirë. Po e thash pra nuk ka atë fibrën qytetare, sepse një njeri që e gjykon që kjo s'duhet bërë nuk do ta bënte, sepse mund t'i thoshte Ramës apo atit nga ka marrë urdhën politik që unë po e bëra për këtë, duhet ta bëj për gjithë. Sepse ligji është i barabartë, se doli dikush nga PS-ja tha, ligji tha kështu e ka, ligji kështu e ka? Po mirë, ja, ku janë ata që marrin pjesë në aktivitete, e shprehin hapur bindjen politike. Drejtori i Hidrocentralit Koman është, kujtim, Proni është. Ja ku është. Në Facebooket e Partisë Socialiste, ka shumë, po unë mora këto. Ja dhe ku e ke drejtoresha transportit a financiere, ja ku është, në aktivitet politik. Ja dhe rasti tjetër. Ramir Hadëri, drejtori i AKU-s, merr pjesë në aktivitete politike. Po mirë, këta, domethënë, janë kështu marsian, zbritur, janë sui generis, janë njerëz që kanë staturat veçanta, statuset veçanta. Po Vildania, domethënë, ajo është e persekutuar politike, është persekutuar dikur, duhet persekutuar edhe tani. Pra, e kupton që ajo fibra qytetare dhe politike sa e rëndësishme është për një drejtues. Prandaj një kryetar bashkie nuk mund të marrë role politike, sepse do bëj gafa të tilla politike, që unë i quajta terror dhe s'tu përshtat me atë me ligjërimin tim, por është shumë e saktë. Ja dhe inxhiniere në UKSH. Ka dhe të tjera. Ja dhe drejtoresha e shtëpisë fëmijës, Valbona Tula. Ja dhe Anton Deda, administratori, dhe drejtoresha e arsimit ka qenë në aktivitete politike, PS-s, dhe marrin pjesë. Po këto pse duhet, do shkojnë SPAK sigurisht. Si pas kodit zgjedhor, duhet shkojnë, dhe do i qojnë, është normale, sepse është hapur një faqe online. Ai besimi jonë ke SPAK-u nuk është kaq i madh, por ne ndjekim dhe respektojmë procedurën ligjore. Por dalim tek procedura. Pra nëse do ishte i ndershëm me punën e tij si drejtues politik, si kryetar bashkie, sepse drejtuesi politik, prandaj s'duhet të ishte drejtues politik, se detyrohet bëj shkarkime dhe largime të tilla vetëm që të tregoj bindje të verbër ndaj urdhrave politike. Dallim do kishte nëse do ta shkarkote një kryetar tjetër bashkie. Se ju thatë, apo nuk do të ju thatë që domethënë pse u bë. Domethënë sigur pse ai e bëri se donte na jepte ne shansin për të folur, jo më nuk e doja. Nuk jam komod unë, nuk jam komod se kam këtë shans. Për çfarë syje? Nuk jam komod sepse unë nuk e ndërtoj fatin tim politik mbi fatet e njerëzve të mi, kur ta shfrytëzoj fatin, domethënë politik të njeriu tim për të ndërtuar fatet tona politike. Jo, nëse kemi këtë parim. Nuk jam unë i kënaqur që po bëj një retorik tillë. Unë jam totalisht i revoltuar për këtë gjë, që një njeri që ka hyrë me atë stofin që është qytetar, bën një veprim anti-qytetar, sepse familje qytetare është Vildana. Thash, ka statusin, ka. Po, je njeri i ligjit, se njeri i ligjit nuk je, se e ka shkelur ligjin, jo në kote solla atë rastin e SPAK-ut. Nëse je njeri i ligjit, zotri, si drejtues politik, vepro, kërko shkarkimin e gjithë këtyre që kanë shfaqur hapur bindjen politike sipas VKM-s 122, pika 5 është dhe pika 6 për nënpunësit civil që s'duhet marrin pjesë fare në aktivitete politike, se është krim elektoral, dhe të vepronte me drejtësi dhe gjithë dohet duart trokisin. Por kjo është luftë e pabarabartë, cinike, e poshtër politike që bëhet dhe është shembull. Madje turpi më i madh e dikush ishte deklarata e PS-s. Kërcënoi direkt përmendje emrat e Greta Bardelit, emrin e Arben Lushaj, që kanë njerëz, pse duhesh përmend që ato kanë njerëz punësuar në bashki? Pse duhesh përmend? Për çfarë? Që ne retorikën partia politike. Po si është? Po si e perceptove si qytetar që përmendi Eliona Shkrelin, ne nuk shpallëm luftë. Ja, e shpallet luftën, përderisa të kështu luftohet. Si shpall? Normalisht kishit luftë.
luftë politike, me ide politike, po jo duke hequr njerëzit nga puna, duke i larguar për bindje politike. Po flasim për Partinë Socialiste, nuk po flasim për kryetarin e a e kuptoni sa e rëndë është, a e kuptoni sa keq është ndërtuar kjo marrëdhënia. Unë kuptohet retorika politike me luftën politike. Se këtë të shi duhet ta sqaros. Zoti Boçi, nuk e kam fjalën që do të kundërshtoj. Desha të ndaj retorikën tuaj politike me luftën politike. Sepse pak më përpara më sqarut që ishte një luftë. Shpallësh një luftë, duhet luftosh. Lufta politike... Mandaj pak retorikën politike nga lufta politike. Lufta politike nuk bëhet duke vrarë njerëz në ekzistencën e tyre. Se një punë është ekzistencë, është jeta e çdo familje. Ju po më thoni tash se ato jo kanë përmend familjarë që ju heqim nga puna, jo se kanë përmend ne kemi. Jo, se kanë luftë politike. Ja kanë përmendur që këtë po mundohem të ndaj tash, është retorika po luftë politike. Ju duhet heshni sepse ne mund të heqim hoqëm Vildanën, po mund të heqim. Për këtë punë kanë përdorur. Hoqëm Vildanën, por mund të heqim dhe këtë, mund të heqim dhe këtë. Por ne nuk po i heqim, kështu që ju rrini urtë, sepse po kjo është domethënë, unë nuk e di, po domethënë këto janë metodat konsumuara, metoda made in sigurim shteti që për fatin ton. Nëse pa sigurimi shtetit do ta merrte parasysh para punë. I njohim metoda thash. Tash metodat para janë filmi i parë këto. Metoda janë. Kërcënuese janë, se e thash me fjalën se unë të thash ngjini fjalë tjetër përveç terrorit. Kërcënim do quhej, jo, është për mua heqja e drejtave politike, se kjo është heqja e drejtave politike dhe është kjo si shpjegoni ju është anligjor, unë shpjegoj ligjit edhe zbatohet. Po kush mund të zbatoj ligjin këtu ne? Sepse ka dhe gjë. E shikon pra që jemi ke retorika politike. Jo, semi ke unë po ta jap sipas ligjit. Normalisht ankimimi ligjor. Jo, ankimimi ligjor do vazhdoj. Se ka dhe një gjë, domethënë, nëse Vildana e ka shprehur bindjen e saj politike në profilin personal, është personal, nuk është publik. Profil publik kam unë. Po, apo jo, faqe zyrtare. Po është turpë, nuk është zbatu as ligji. Dhe prandaj thash, më vjen keq për personin që i ra me shqelm detyrës së drejtimit qytetarëve dhe drejtimit Shkodrës dhe merr përsipër atribute politike ku kurdiset dhe detyrohet të bëjë gjëra të tilla. Dhe jo vetëm kaq, sepse ka një gjë. Nëse kemi këtu pranë nesh zotin Beqi. Jo, ka një gjë. Le të vi. Aftoje, unë jam i gatshëm. Si drejtues politik. Jo ngjo Luciano se s'do e bëja këtë sfidë, se erdhi muhabeti, se duket si sfidë shumë kalorsiake dhe bie. Ma sill zotin Beci këtu dhe për këtë argument, vetëm për këtë 10 minuta. Dhe hajde të argumentojmë bashkë, sepse ka dhe një gjë tjetër, se ju thoni ku i dini ju, se kjo është sfida që na bëni ne. Me shumë edukat nuk ta bëra këtë pyetje. Luciano, ka i gjë, jo ku i dini ju, jo, po unë se kam thënë çfarë di. Presioni i madh që ekziston sot në bashki është i jashtëzakonshëm, sepse ju thatë pse ai po e vazhdon punën, ma hodhët pak kështu, e vazhdon punën dhe se po bën punë. Në shkeljet ligjit le t'i bëjë, ne duam që Shkodra të investohet. Ketë sa më shumë para. Rama 12 vite nuk i solli se kishte djathët, tashi ka gjetë atë kanakarin e tij edhe po e investon. Po ti bëj çfarë problemi ka? Jo, s'ka si lloj problemi për ne. Edhe po shkeli ligjin për nuk ka problem. Ligjin, po mirë, ligjin zgjedhor thashon. Se është një model që po përdoret në gjitha bashkitë. Domethënë është urdhri politik, s'ka. Këtu është gjitha, po të shkosh edhe në Elbasan makina pashu, domethënë, kështu që shtronin që bëshin. Edhe në Tiranë rrugë, asfalt elektoral. Është kështu metodik e urdhëruar nga qendra. Po dalin ka ajo puna. Unë krahas politikës kam dhe një punë. Jam pedagog. Dhe tani jam drejtues politik dhe ka filluar fushata. Normal që rrin Shkodër. Dhe kam bërë një kontratë që për periudhën që jam këtu unë s'mund ta mbuloj punën time. S'mund ta mbuloj. Por ka i gjë, unë jam akademik dhe kam lirinë akademike që këtu nuk zbatohet. Mund të bëj leksione online, 1 orë. Por nuk e realizoj, jam i ndërgjegjshëm që nuk mund ta realizoj qëllimin tim. Dhe unë kam bërë kontratën që unë jam pa drejt page. Kam heq dorë përkohësisht. Po pra, kur bësh drejtues politik duhet të heqësh dorë, se nuk i bën 2 kunguj. Në i sjetull ka thënë i madhi popull nuk mbahen. Kështu që ta ndajmë mirë, nuk mbahen 2 kunguj. Tashi vjen keq. Ajo është pjesa e kalimit. Nëse
ajo ndarja që desha të bëja unë midis retorikës edhe luftës politike, praktikisht është një vi demarkacioni kaq e hollë, kaq e pakuptueshme sa sigurisht edhe në një nivel sigurisht, si një nivel të një vendin me demokraci të tillë, siç e kemi ne. Spekulohet, jo se është kaq, spekulohet. Se unë po t'jap ligjin, po t'jap fakte. Nuk është vetëm spekulim, shiko, më jam dakord me ju. Ju këtu keni ardhur që unë mos ju vendos shkopin, ju këtu keni ardhur të shpalosni idetë tuaja dhe keni plotësisht të drejtën e Zotit që t'i shpalosni ashtu siç e mendoni ju. Thjesht ju nxisht të bëni një fije polemik me mua, sepse në fundit çat keq e ka. Jo, normal është. Po jo se unë do t'ju pengoj ju, toni ato. Dhe unë ju falenderoj që më nxisni, po ka dhe gjë, edhe unë në kuptimin e ndërtimit dialogut ton, unë dua t'ju nxis juve që ne të mbrojmë një interes, sepse të dy kemi një rol të përbashkët. Patjetër. Dhe roli i përbashkët janë dhe roli i përbashkët është mbrojtja e interesit publik dhe e zvërtetës. E vërteta ka relativitetin e vetë dhe kur anon më shumë drejt fakteve dhe provave. Për këtë problem, sigurisht, prandaj nxorët edhe prandaj jeni në emisionin tim që ti nxirrni, edhe prandaj jemi edhe në një media që duhen nxjerrë, ç'e s'bën. Media publike. I shoh që një pjesë të madhe të medias lëviz Tirana më tepër se sa duhet. Kanë rënë qetësi të madhe sepse për media ndoshta pronari do dhe lekë, nëse hajde merre vesh këtë. Megjithatë edhe ky është televizion publik. Jo, edhe për median publike un vi nga një përvojë parlamentare e komisionit mjeteve të komunikimit dhe informimit. Në fund kretë e hodhët në tokë pjesë. Po, kam bërë një debat shumë të madh dhe hajde të bëjmë një emision tjetër për median publike tonë. Shumë mirë. Ajo që desha t'ju thosha është patjetër që jemi në mbrojtje. As kërkush nuk ka dëshirë që të largojë njerëz nga puna. Zoti Boçi, të jemi të qartë këtu. As më keq politikisht. Secili ka arsyet e veta, secili bën akuzat e veta dhe secili bën mbrojtjen e vet. E di për qa të ngacmova ose me thanë drejtën ndërhyra, thjesht për të dalluar luftën politike nga retorika politike. E mbyllim këtu sepse unë e di që jemi një mendje, por është kohë ta vazhdojmë si diskurs sepse sigurisht faktet ju i dhatë dhe e bët punën tuaj. Pyetja e fundit, zoti Boçi, është kjo. Nuk është thjesht pyetje, po është edhe se ku do të shkoni dhe çfarë thirrje do t'i bëni asaj që e konsideroni, po them elektorat, po më duket si fjalë të rlodhur, a kupton, po njerëzve atyre që u besojnë, shkodranëve në përgjithësi. Por përpara kësaj, pyetja është e tillë. Ju mendoni që Shkodra, zoti Boçi, është më keq në zhvillimin e saj? Në raport me? Po ta them tash. Apo është më mirë? Në raport me? Me investimet. Apo me pritshmëritë? I bisedojmë edhe pritshmëritë, kemi 5 minuta që ti bisedojmë edhe atë. Po. Me punën që bëhet? Po. Po para se ta them këtë, po të jap një shembull që ka lidhje me një koleg tuaj që e quajnë Barspaia. Si në kohën e sotme, kur po bëheshin zgjedhjet, në fillim të zgjedhjeve edhe gjatë zgjedhjeve, gjatë fushatës, kisha një 25 vjet që ke shtëpia ime, nuk e shtronin rrugën për gjallë. Mund mes Shkodrës është 120 metra me bashkinë është. Lagje e vjetër qytetare, Shkodra e pa rrugës. Mazallam, kështot e kërkush. Duke pas miq, kryetar bashkie, duke punu në bashkie, gazetar, bile dikush edhe thotë, a mërziti dhe ajo. Nesë. Mos e bëhesh ai mërzitshëm edhe unë tash duhet pa pranoj edhe këtë. Drejtën. Në fund krejt, po bëhesh më gazetarët bëhen mërzitshëm se si politikanët janë. Nesë. Bardhin në momentet e fundit mashtron. Me pa ditë që kundërshtoja. Bëja oponencë politike edhe të egër. Shpeshe. E shtroj. Po, e shtroj. Po. Edhe pak, edhe në fushat elektorale. A çfarë rëndësie të ka. E kam lavdruar një 10 herë. Kudo në televizion, mundësitë e mia janë të mëdha për ta nxjerrë. Po ma shtroj.
nuk ishte fare rëndësi se kush ishte. Në fundit bari është një djarë Shkodrës, kryetar Shkodrës. Po. E di biografinë e gjitha, e dim. Shiko, është si në futbol, mësën, kur do me emrojt një shkodranë, da s'ka qenë një Partisë Demokratike, i Partisë Socialiste, është shkodranë. Të shi qatë keqe ka që po të një dhe në monell ta përdorësh edhe me këta tjerët, kur bëhet punë. Do ta them unë se po e lidh me pyetjen tënde. Ta heqim nga retorika, a? Jo, do ta flasim. Ndërtojmë kundërshtarin politik, po ta respektojmë për kundërshtar. Po themi se më bëri pyetjen si është Shkodra dhe domethënë për këto investime. Prandaj thash në raport me kë, sepse jam shumë i qartë. Në raport me 12 vite qeverisje, është shumë pak për Shkodrën. Apo jo. Këtu bim dakord. Nga 2013, sigurisht, ja të lutem, deri 2025. Edhe ju deni me retorikën që sigurisht nuk i kanë dhënë parat, jo retorikën, i kanë pas, me të vërtetën pse? Mirë, pra, e vërteta është, po është edhe retorikë, sepse njëra part thotë kështu, tjetra part thotë kështu. Jo, unë s'do them palën, unë kam qenë. Do thosh veten. Jo, unë kam qenë kandidat 2023. Po do m'japësh përgjigje në dur. Po, tjetër. Dhe Rama drejton të fushatën PS-s dhe thoshe një shpreje, në qovë se fiton një djath, 0 lek nga qeveria. Po, retorik politike. Jo retorik, më jo, 0 lek. Retorik politike. Jo retorik, në Gjo Lucianon. Është qartë që është retorik politike. Jo, do të bëj një korrigjim. Doon që pa tjetër të votojë. Jo, të bëj një korrigjim të sakt. Do të them që nuk jam dakord? Jo, prit. Se ka problem, them që po jam dakord. Jo, do e korrigjosh, nuk është retorik, është fakt politik, sepse kur e fusim retorik është me demek politik, domethënë, ose fake politik. Jo, është fakt politik, sepse pse është fakt politik? Voltana Ademi nuk u investua nga qeveria shqiptare në asnjë projekt saj. Në asnjë, prej 8 vitesh. Ky është fakt politik. Bars Pahia në një vit nuk merrte dot asnjë projekt sepse shkonte në zyrë dhe i kishin thënë, o Barthi, çuni mirë, po ne kemi urdhër politik ti do e fitosh këtë projekt. Dhe nuk u fitua, dhe ndërkohë këto janë projektet bëra nga Voltana, nga Bardhi, këto projektet që po aplikohen. Dhe u kujtuan vetëm, ja, një minutë, themi të vërtetën. Po mirë, po e heqëm s'ke projekte. Po e heq këtë duket ty, po kjo është e vërteta se i kam pasyruar me fakte. Jo, ti themi sepse kjo është e vërteta. Tani ti nuk e pranove këtë dhe ky është fakt. Sot, megjithëse Bashkia e Shkodrës është bashkia me performancën më t'ulët për përdorimin e buxhetit saj, nuk e di, në i mas 27% e ka, është bashkia më dobët, ka një, domethënë, bypass qeveritar nga Rama sepse e përdor për situatën zgjedhore. Edhe para zgjedhjeve ka përdor. Dhe i bën mirë qytetarit, siç bëri ty Rruga, patjetër më që i bën mirë. Por, domethënë, qytetarin ti nuk mund ta kapësh për hunde dhe t'ja japësh të investim tani që ti je në fushat zgjedhore. Këtu hyn ke kundërshtari politik. Sepse ka i gjë. Unë po tregoj edhe një rast tjetër, që e kam mbrjetuar vetë. Në 2013 isha politikan i ri. Me entuziazëm u bë rruga Tiranë-Elbasan. Andër kaq e madhe e Elbasanit. Po patjetër. Edhe u realizua. Dhe ata që nuk donin ta shihnin atë realitet, ne mendonim që normal do kishte një refleksion të madh, se nuk ishte rrugë lagje. Ishte super rrugë bile. Dhe lidhte dy qytete të mëdha, lidhte Tiranën me jugun. Ai që s'donte, domethënë, të jepte mbështetjen, thoshte që është bërë me parat tona. Po edhe këto investime paratë shkodrane janë. Me parate, tashi mos se si gjeti Beneti ke... Ja, po këtu tashi, kjo tashi, si përdo, kjo tashi është... Beneti si pas mesazheve i ka qut në drejtim pa ditur, si pas mesazheve. A duhet themi faleminderit si që thosha unë Bardhi? Jo, tashi ka i gjë. Apo mos i themi faleminderit? Jo, ti e bën shumë thatë. Të më thënë është ajo, këto janë, kërcitja e thatë gjithmonë është vrasëse. Ke parasysh në përcaktim. Dhe kur thënë arra, kështu, Jo, është plumbi thatë, është ajo puf, kështu që priti herë. Ja marrë me qitin, 20 vjetë. Nuk mund do më thënë të vrasësh intervistën time. Tani, unë fola shumë, që sa bukur fola unë, shumë qartë. Po bisedojmë për publikun. Fola shumë qartë, thash, po, investimet për qytetarët duen. Dhe ka dhe një kohë edhe për të bërë investimet, ka dhe një shtrirje kohore për të bërë investimet në bas kërkesave që ka komuniteti. Ka rrugë që duhet ishin bërë se lidhen me jetën i komuniteti, ka rrugë, unë sot kam qenë në një zonë
më thënë në pjesën e fundore të Kirasit, ku s'ka as kanale tureve të zeza, nuk jam dakord me këtë realitet politik, duhet ndryshoj totalisht se janë qytetarë barabartë dhe ato. Pra, le t'i sjellë kushdoj, nuk ka rëndësi. Pse si ka sjellë 12 vite? Sepse jemi në qeverisje qendrore. Këtë fond qendror, pse nuk e solli kur ishte Voltana dhe ta bënte më dhe hyrjen. Sepse po të kishe këtu një tjetër përpara, do të thote se Voltana nuk i ka dashur. Bardhi nuk i ka dashur. Jo fare. Se ka thënë ne s'kena buk me ngran, ju na ndërtoni stadiume. Jo, kush është ai? Jo, kush është? Ka dhe kështu, Jo, tashi stadiumi nuk e bën bashkia, e bën qeveria. Tash kush është ai kryetar bashkie? Jo, kush është ai kryetar bashkie që nuk do? Do dhe një fakt tjetër që Rama çon 0 fonde dhe e mban premtimin. Kemi 2 bashki të vogla, Fusharës Puk. Asnjë investim qeveritar. Çfarë doni më ju? Çfarë faktesh doni? Çfarë doni? Puk është e bukur pse? Po mirë pse? Apo pse ngjitet ti me Ramën? Jo, unë po them do e fakt. Jo, e ruajta. Edhe Fusharsi e ruajta. Jo, e ruajta. Edhe me unë. Jo, e ruajta për në fund këtë, domethënë këtë goditjen. Pse nuk çon? Se janë fonde të fitojnë projektet. Pse nuk çon? Sepse ka thënë 0 fonde, ka thënë 0 për djathët. Janë djathët atje në pushtet. Edhe djathët kanë qenë një djathë duke ne. Po jo, i djathë. Lene më ato historit njani nga filanve. Unë po them kryetar bashkisht që nuk marrin fonde se janë djathë. Ja pra, kjo është sjellja e Ramës. Dhe kjo sjellje e Ramës është për mua, më thënë, një sjellje diskriminuese politike kohore. Shkodrën e ka mbajtur nën frena, po në një moment që do t'i rëmbej vullnetin politik, bën atë burrin e mirë. Ke parasysh një burr që ti e di se kush është edhe i del para ty të përqafon. Ti thua me mendin tënde ky më përqafon mua. Ky është Rama para Shkodrës. Edhe del. Shkodra thot po ky po na përqafon ne, ky na ka lënë kështu 12 vite. Po nuk e han, si më theti mua, mos e merr të plot atë buzëqeshjen. Ti mendon se e han Shkodranët? Këtë duhet ta shohim. Jo, Shkodranët japin ujë mbi lugës, edhe ti e di më mirë se mua këtë gjë. Dhe nuk sigurisht në politikë nuk gënjen, ne po e bëjmë kështu po qeshim në pamundësi me batut me kështu. Por e vërteta është kjo, Rama është diskriminues. Rama kërkon që të përdor atë detyrimin qeveritar në interes ti për të rëmbyer vullnete politike dhe kur përdoret kështu, atëherë kjo nuk është politik. Nuk është politik, nuk është pro qytetarve. Kjo është politik për interesin tënd personal. Sepse dalim tek pjesa tjetër. Po mirë, unë vinë Shkodër, kam ardhur edhe para shumë kohësh. Pse duhet paguaj tolls? Unë i kem juk, nuk paguaj tolls. Para, pse duhet ketë tra Shkodra? Pse do ketë dhe i tjetër, se do ketë dhe një tjetër, qofse Rama fiton se po do i heqi pagesat, e ka premtuar dhe do e bëj. Pse duhet paguaj? Një i ke në Tiranë, ti ke plus 5.000 lekë si Shkodran. Pse më që ndryshimi ke ti nga mua që unë kaloj tunelin e Krapës, e kaloja 3 herë në ditë, për shembull, s'paguaja asgjë. Ti po ja kujton Citavenën e këtë tuneli? Ai po ja kujtoj, ai e di shumë mirë këtë, se plus ka vënë edhe atje në Kukës. Se ka bërë me PPP e ka bërë atë. Kur e ka bërë doktori atë, janë investime që vinë. Edhe Rama ka bërë, edhe ai thotë kam bërë. Ka një gjë, taksën e rrugës ne e paguajmë tek leja e qarkullimit, e paguajmë forma të ndryshme. Tash mos i hym këtij debati, dhe ajo është suplementare, ajo është diskriminuese. Dhe ta lesh një rrugë, ta bësh gjysmën e ta fusësh në hing pastaj Shkodrën, akoma e ke lënë të izoluar, sepse një nga premtimet kryesore, ka thënë doktori, Shkodër Milot është premtimi im i parë kryesor dhe do bëhet. Pra, ne të nisemi nga realitetet politike, se tek e fundit shumë mirë që investohet, por kur të del një forcë politike që thotë unë do bëj marginalin kryesor, që e zhvillon Shkodrën në mënyrë eksponenciale, që është kjo lloj rruge, atëherë po e mira qytetare është këtu dhe mbështetja jepet këtu. Jo t'ja marrësh vullnetin nëpërmjet këtyre hileve, po investohet shqyqyr, domethënë që vjen këto momente se është bërë si Barsalet tani. Duhet ketë zgjedhje që të ketë investime, se duhet marrë i fund kjo. Një herë në 2 vjet. Po, gati. Sa fillon njëri maron tjetri. Një herë në 2 vite është bërë mod, kurse këtu në Shkodër është një herë në 12 vite. Një herë në 12 vite se e mori ky pushtetin pas 12 vitesh. Po pra, kemi 11 maj tash, të shohim se si do të shkojë puna. Që shpëtuam është kjo. Ja do shpëtojmë 11 maj. Tash me që erdhëm këtë moment edhe është momenti përmbyllës. Pse duhet t'ju votojnë, jo me kuptimin pse, sepse unë e di pse.
Partia Demokratike gjithmonë është votuar në Shkodër. Po pse kësaj radhe dhe si kësaj radhe? Pse duhet votuar? Sepse këtë pyetje po e rregulloj se për t'ju treguar që jam i ndershëm pyetjen time. Në të vërtetë, Shkodra është ajo që bëri një lloj ndryshimi. Ju çka kërkoni tash? Kërkoni një lloj rivendikimi, një lloj rimarrje e atij pH-it politik që konsiderohet. Keni të drejtën për këtë punë apo jeni alternativa e qartë, e sigurt dhe e bindur se jeni tani edhe duhet votuar? Nuk është çështje pH-i apo emocioni politik apo rikthimi vokacioni politik, është për të luftuar për të drejtën dhe të vërtetën dhe për të paraqitur alternativë që përputhet me zgjidhjen e problemeve që kanë sot shkodranët dhe që kanë shqiptarët. Dhe kjo bëhet nëpërmjet programit të Partisë Demokratike, që është një program që prek gjitha fushat e ekonomisë dhe starton një zhvillim ekonomik, social, arsimor, shëndetësor të shëndetshëm për gjithë qytetarët shqiptar dhe krijon mirëqenie dhe nuk rrit shpopullimin, nuk rrit braktisjen dhe themi është baza ku shoqëria hyn në harmoni me jetën, hyn në harmoni me ekonominë, me arsimin dhe me elementet e tjerë që formsojnë jetën tonë. Është programi ai, nuk nisemi nga emocionet, jemi djathtë, duhet kthehemi, duhet rregullojmë pH-in sepse në një moment u çedua kjo. Çedim është ajo, për të qenë çedim sepse nuk fitoi alternativa. Thash, pati shumë element. Alternativa dhe programet nuk u krahasuan. Ne, domethënë, jemi në bindjen tonë që lufta politike është në bazë vizioneve dhe programeve dhe të asaj çka premton për të realizuar dhe sa të realizueshme janë një forcë politike. Përderisa ne themi për Shkodrën, do ketë një vëmendje të veçantë për Shkodrën. Për grupet sociale që sot janë të marginalizuara, siç janë pensionistët, siç janë njerëzit pamundur për punë, të papunësuar, ka pasur një trajtim negativist, diskriminues dhe do i rikthejmë dinjitetin, atëherë dhe kjo shtresë duhet na bashkohet. Sepse për të dhënë një argument tillë, unë po jap një mbi argument. Pse Rama sot që anatemonte premtimet e PD-s, artikulon premtimet e PD-s dhe i quan si të vetat, që lidhet me pensionet 200 euro, që lidhet me pagën minimale 500 euro dhe doli edhe tek paga mesatare 1200 euro. Momentin që PD-ja i artikuloi këto, u turrën ato themi fajkojtë, mos përdorim term tjetër se ndoshta nuk përshtatet ty edhe do ma kundërshtosh. Jo. Dhe dolën dhe thanë që nuk mundet ta bëj këtë sepse po mirë më nuk mundet ta bëj. Po ky pse i gjendur, do thon, i zhveshur para realiteteve ekonomike, politike, sociale dhe tani kërkon të kapet si mbyturi pas programit Partisë Demokratike, i artikulon sot. Pra, duhet dim shumë mirë kush e ka seriozisht të gjë dhe kush e ka jo seriozisht. Se një njeri i provuar 12 vite, nuk prodhoi gjë, nuk mund të prodhoi më shumë. Dhe, më thënë, kur vjen ajo pjesa e ndryshimit e rotacionit politik, ka një përsaktim shumë qartë. Pse idet politike duhet zëvendësohen? Idet politike pse është shpikur një herë në 4 vite zgjedhje? Nuk është gjetje se u mblodhen 2 forume e vendosen në mënyrë mekanike. Idet politike vjetrohen. Njerëzit që mbartin idet politike krijojnë ngërç politik në mënyrën se e performojnë politikën. 8 vite janë shumë, 12 vite janë katastrofë. Duhet një ndryshim, jo thjesht për hir të rotacionit. Jo, edhe me këtë jam dakord, kjo është një shtysë themelore, por nëse alternativa ofron këtë ndryshim të domosdoshëm që krijon gjallëri në jetën ekonomike, që rikthen vlerat në jetën ekonomike, në tregun e lirë, në konkurrencën e lirë, të kapur sot, rrëmbyer sot, që krijon një bazë sociale, që krijon një lloj trajtimi dinjitos të njerëzve, që frenon në shpopullimin e Shqipërisë. Shqipëria ka humbur pasuri më të madhe. Kombet më të forta janë ato që kanë burimet njerëzore. Kombet më të fuqishme janë ata që kanë njerëz edhe në numra, po të bësh një matematikë se është shumë e thjeshtë.
kush janë Rusia, Kina, Amerika, po bëj një matematik dhe pse janë tilla, India që po fuqizohet, kanë numrat, kanë burimet njerëzore, është pasuria më e madhe. Kur hyn ai profesori në Japoni thotë ne s'kemi asgjë, fuqia jon është tek mendja jon edhe tek krahët tona. Dhe nëse ne humbasim mendjen dhe krahët tonë, ne kemi humbur gjithçka, kemi humbur fuqinë ekonomike, fuqinë e Shqipërisë dhe do humbasim me radhë të gjitha ato gjëra që i kemi pas vlerat patjetërsueshme tonat. Prandaj jemi në emergjencë, në urgjencë, duhet bëjmë gjithçka që të ketë rotacion politik në bazë të alternativës. Ky është programi, ky është dhe ekipi. Alternim, thash, moshash, vlerash, historish, profesionesh, që pretendohet, të më thënë, t'japin më të mirën njerëz të ndershëm, njerëz që janë të përkushtuar dhe që njerëz nesër të marrin ato përgjegjësi politike. Edhe një person që administron dhe familjen e tij shpesh, të më thënë, kur vjen momenti ja le drejtimin pasardhësit të tij, sepse e di shumë mirë që ai nuk do prodhoj më ide dhe familja e vetë mund të krijojë ngërçi, jo më një shtet, një qeverisje që ka krejt të domosdoshme. Dhe unë jam i bindur që qytetarët Shkodran, qytetarët e Shqipërisë kanë kuptuar, e presin këtë, dhe prandaj thash që në fillim, nuk duam thjesht vot kundërshtuese për inat, domethënë se e ka mbushur kupën për gjitha llojet e inateve. Duam vot konfirmuese. Kjo është sfida jonë, unë dua vot konfirmuese. Sepse unë s'dal në takim, them Rama ka bërë këtë i ka bërë, i din shumë mirë ata. I kam thënë e keni plumbin lëkurë, dhe do mjaftoshin këto dhe ne po ikshim na votoni se ky e ka mbush kupën. Jo, ne duhet jemi konfirmues, na votoni se ne do bëjmë këtë për pensionistët, këtë për minimumin jetik, këtë për rritjen e pagës, këtë për trit, për t'i dhënë karrierë punë, këtë për arsimin i cili është në zgrip. Është skandaloz, ju e dini e përjetoni, ka humbë Shkodra pamjen universitare, më vjen keq, domethënë ka humbur Elbasani, janë 2 pika, domethënë referuese të cilësisë arsimit dhe ka humbur shëndetësinë, shërbimin ndaj jetës. Nuk i shërbet më jetës në Shqipëri, i shërbet interesave të caktuara, sepse ne e dim, s'po hym ke retorika, u premtua falas dhe ku e ke me zero mrapa. U premtua ujë se 4 orë dhe vazhdon, domethënë të flasi akoma për ujnë, u premtua legalizim falas ku janë falas, u premtua heqje të vëshëja për produkte e shportës, u rrit të vëshëja, u premtua ulje çmimit të energjisë nga Rama, u rrit. Çmimet janë katastrofë. Unë me pagën time ble më pak produkte se sa bleja më përpara. Ka rënë paga ime reale është më e vogël se paga reale para shumë vitesh. Kjo është e vërteta e madhe. Këto janë realitetet. Çfarë do ofrojmë ne? Ne ofrojmë një ringritje të dinjitetit ekonomik dhe të pozicionit social të çdo individi në shoqërinë, duke filluar nga tërë brezat, nga fëmijët që të jetojnë fëmijërinë e tyre, të kenë dhe ata atë lumturinë të ndërtuar dhe të përkujdesur nga një shoqëri shumë sociale, nga një shtet social, që trit të kenë karrierat e tyre, që gratë të kenë benefitet e tyre si kategori që mbajnë bisupe shumë vështirësi, që prindërit tanë, e kam thënë, ta jetojnë atë fundin e vetë në qetësinë e parajsës, që meritojnë që ne duam t'ja japim, por ne nuk mjaftojmë t'ja japim, sepse ata e duan ta arrijnë vetë, sepse kanë dhënë aq kontribute, vite punë, mundi dhe djerse, sa në fund të meritojnë një shpërblim dinjitos dhe ne si Parti Demokratike do ja japim këtyre njerëzve. Zoti Boçi, të falenderoj për gjithë diskursin, për mënyrën krejt kulturuar dhe të mirë që e bën. Ke falenderimet e mia për këtë punë. Jemi zgjatur te maset, do të më duhet që të maj për par condition të maj edhe ata demokratikës, socialistes, të tjerët në kohë për t'i barazuar. Kemi kërkoj të falur bile edhe kryeredaktorit edhe drejtorit për këtë punë, por ishte e këndshme biseda me ju. Falenderoj. Miq të RTS Shkodra, Studio D, kishte takimi me kreun politik të Partisë Demokratike në Shkodër, Luciano Boçi, ju jap takim të martën tjetër me një ftuar tjetër. Natën e mirë. Faleminderit, po e shih.